Ish ministri na dëgjon edhe e kupton bisedën. Sefa, politikisht, çfarë luhet, çfarë humb Rama nga ky hetim? Unë po mendoja një situatë ideale si kur PD-ja mos kishte asnjë ngërç juridik ligjor me SPAK. Në çfarë pozite do ishte sot? Ishte në një drejtim komod, me njerëz të pacënuar nga drejtësia, me një establishment të pa përfolur për korupcion në vitet e kaluara, do ishte një situatë aq komode, do ishin në rresht parë të kinemas duke hënë kokoshka, edhe nuk do thoshin asgjë. Film shumë i bukur ky që thua ti. Por ti mendoje pak tani, Indrit. Zoti Rama thot në parlament që Partia Socialiste, me gjithë këta që thua ti kanë qenë gjysmën e qeverisë e kanë në dyert e SPAK-ut, po, thot neve e mbrojmë drejtësinë. Imagjino Partia Demokratike që ka shumë herë më pak në raport e kundërshton, e sulmon, e akuzon. Imagjino një situatë ideale kur Partia Demokratike do i vente në parlament edhe do i thoshte, zotëri, jeni hajdut. Jeni hajdut me vendim gjykate. Nuk do kishte shanse i zotërit thoshte, po juve. Se sot e bërë me gishte. Bëm vetëm një fushat. Thot, o mua, o atë. Ka që është fushat e Ramës? Kjo ishte fushat në 2025? O mua, o atë. Marrëveshjet i bëjmë bashk, kodin zgjedhore bëjmë bashk, amnistin penale e bëjmë bashk, vullën ja dha kyzotëria se kishte investimi më të madh strategjik të vetin, ajo është. Del në parlament, edhe të rinjve i kujtojnë mëkatet e baballarëve. Do më thënë, është aq situatë e rënduar sa PD-ja, po të ishte një situatë normale juridike, normale politike, duhet të reflektoj, të japi mundësi një establishmenti të ri që të përballet me këtë zotëri. Këta nuk kanë asnjë argument, këta janë të gjithë të papërgatitur, qeveri më të papërgatitur se kjo nuk ka pas ndonjëherë vendi jon. Fatkeqësisht për qytetarë shqiptarë dhe fatkeqësisht për të djathët, kemi edhe një parti demokratike që përfaqësohet shumë dobët në parlament. Shumë dobët. Do më thënë, të kesh një strukturë të posaçme, e cila ka arrestuar ka arrestuar të gjithë. Të gjithë, pa përjashtim. Ka arritur deri te numri 2 thuaj. Jo, kur doli Donald Luja, dhe tha që ne do bëjmë drejtsinë e re për të arrestuar peshqit e mëdhenj. Peshqit e mëdhenj janë arrestuar të gjithë. Ka ngel vetëm njëri, Peshkaqeni. Gjithë tjerë kanë marrë punë. Peshkaqeni vërdalliset kot tani. Po ai do vërdalliset edhe për ca kohë. Do notoj edhe për ca kohë në të detin e ndotur aty, sepse është në detyrë. Në ditën e parë që i zotëri do dali nga ajo derë, ai nuk ka ku të vej më. Do drejtohet direkt për nga treni, ku është Godina, mos vej fare në shtëpi, vej direkt e treni. E Godina e SPAK-ut ajo me xhama, se është objekti i Bashkimit Evropian ai. I ndërtuar me fondi Bashkimit Evropian. Dhe kur sa të dali nga zyra, të vej direkt atje. Kur të dali më Indrit. Po pra, po nuk është detyra SPAK-ut, se nuk të merr prokurori SPAK-ut. Nuk të merr Altin Dumani nga detyra. Kur ta nxjerrin nga dera. PD-ja shkoj çfarë kërkon tani? Shkoj çfarë kërkon PD-ja tani? Shikoj çfarë ka ndodhur sot. Le ta mbaroj sot me Olon Kalandi. Po më le ta mbaroj. Pse ka beso atë? Po pse më të kapë shumë mirë ka bërë, pse të kapëm. Tani kur të dali, po të them, kur të dali, do vej direkt atje. Tani këta pretendojnë që të vej Altin Dumani me 2 oficerë të BK-s, të marrë Edi Rama, të zbresi nga Karrigja, të arrestoj, të fusin burg, të majtë Sali Berisha, të qëtë Karrigja. Prapë ajo ëndra ideale jemi këtu? Prapë ajo ëndra që po shije ideale? Jo, këtë kërkon opozita më. Këtë kërkon opozita dhe mundësi shio Altin Dumani, se Altin Dumani... Problemi është, Marcela, që këtu vjet me vot, nuk vjet me... është antar i grupeve strukturuar kriminale Altin Dumani. Një prokuror që dun këta. Problemi vjet me votë, nuk vjet me ulërima dhe me fantazira. Faktikisht, më faro Indrit, nuk e bën dot njëri vezën e Berishës që mbledh njerëz, jo. I mblodhi pra... Berisha në zgjedhje... Ai vërtet ishte që nuk i mblodhi aty. Edhe koha ndoshta mund të ishte e shkurtër, por Berisha i ka dhënë provat edhe kur ishte pa logo, edhe kur ishte me logo, i mori 500.000 votë. Flasëm atë, problemi është
Si qa po flasë? Si qa po flasë?